Drejtësi! 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 Po, kena zhvendos protestën një tubim paqësor, se nëse na të bën një demonstrat frikshëm, po vetëm jena të demonstru që kena një problem shumë serioz me pronën tonë, siç ishim te prokuroria e Shkodrës, i na zhvendos para Bashkisë Shkodrës për të marrë reagimin e një nga zyrtarëve të Bashkisë Shkodrës, me që asnjë s'ka begenisë me fol për problemin tonë. Ne jena zonë që administrona nga Bashkia e Shkodrës, nuk jena komunitet i vogël, bëhet fjalë me na marrë të tanve pronat, me na lënë pa prona, jo një familje, jo dy, po gjithë fshatin. Kështu që pretendojmë dhe kërkojmë që Bashkia e Shkodrës të dalin me një reagim absolutisht zyrtar, të vinë të flasin me neve, të na tregojnë se si është procedurë për marrjen leje të kësaj leje ndërtimit, dhe si pse Bashkia e Shkodrës, që duhet me kanë në mbrojtje tonë në administrimin e territorit të saj, nuk reagon fare, ndërkohë që banorëve po ju plaçkitet prona. Si është marrë kjo leje ndërtimit, kush e ka dhënë, pse e kanë dhënë, në bazë të çfarë kriterësh e kanë dhënë, kush është pyet, sepse asnjë nga këta banorë të rrjedhit nuk janë pyet. Nuk mundem me shku me pyet kompleksit për rrjedhin, as ata të Dugaxhinit nuk mundën marrë me fol për rrjedhin. Dëgjesa publike që ata pretendojnë, firma ndërtuese pretendon që ka bë, nuk është bë me banor të rrjedhit. Pse nuk reagon asnjë nga institucionet? Ju kena shkruajt, ju kena kërku të ankohen me reagu, askush nuk ka reagu. I lutem na Bashkisë Shkodër, i lutem na shumë të dalin, të reagojnë edhe të mbrojnë qytetarët e vet. Të mbrojnë ata për cilët është votuar me mbrojt. Nuk është votuar me dalë me mbrojt investimet e Bashkimulës apo të Fatmir Shpes, falsifikimet e tyre. Është votuar me na mbrojt ne si qytetar të Bashkisë Shkodër. I lutem na shumë të dalin të reagojnë dhe të na japin një zgjidhje për problemin që kena. Atëherë sot këtu gazetar dashur jena paraqit për pa një kërkesë kryetarit Bashkisë Shkodër, i cili ka marrë edhe votat nga gjithë ne banorët e kësaj zone, që na përfaqësojnë për çdo problemi që ne kemi. Kështu që problemi kryesor i joni është i pronave, dhe këtë problem kemi arritur ta bim deri tek Bashkia Shkodër. Shifet se sa njerëzit janë kaq fshata se rrjolli po del tash më i madh se Tan Velipoja. Këta janë banorët e fshatit rrjoll që protestojnë këto ditë për ditë që nga e hana e kalume dhe deri më sot, afro 8 ditë që ne vetëm protest bëjmë. Sot në Bashkinë e Shkodrës kena ardhur me ditë se si është vepruar nga Bashkia Shkodër dhe procedurat që ka bërë Bashkia Shkodër lidhur me dokumentacionin që i ka dhënë firmës Bashkim Ulaj ose për nxjerr lejen e Bashkim Ulaj. Një nga ata detyre Bashkisë Shkodër ka qenë edhe leja e dhënies nga Bashkia Shkodër mbi territorin e saj. Megjithse me sa kuptoj unë, Edi Rama i ka heqë të gjitha kompetencat e bashkive për zonat turistike, por gjithsesi kjo zonë turistike i përket qarkut Shkodrës. E para është se në një dokumentacion që më ka dërguar Bashkia Shkodër në përgjigjen e saj, më ka thënë që është bërë dëgjesa publike. Jo, momentalisht nuk është bërë. Por kemi dieni se është bërë, por ne nuk kemi qenë prezent në dëgjesën publike. Tash duhet të ditë vërtetën nëse është apo nuk është bërë dëgjesa publike. Nëse është bërë, kush nga përfaqësuesit e bashkisë kanë qenë prezent dhe duhet të njihemi me dokumentin se cilët kanë qenë ata fshatarë që kanë firmosur për dëgjesën publike në Velipoj. Çështja tjetër është se pyetja është se a ka kompetencë Bashkia Shkodër mi atë territor. Cila është kompetenca e saj që të marrin lejen ndërtimit një firmë nga Tirana apo ku diun dhe Bashkia Shkodër mos jetë përgjegjëse për territorin e saj. Megjithatë, ne rrim me shpresën, mendojmë se me Bashkinë e Shkodrës do të gjejmë një zgjidhje, ku zgjidhja do të jetë e mirë për ne, sepse ne disponojmë dokumentacion që vërtetojmë edhe rëndësinë që kemi. Pra ju keni dyshime për dëgjesën publike që mund të jetë manipuluar? Jo dyshime, po nuk është bërë fare. Është bërë, po nuk është bërë me ne. Ai është bërë se nuk mund të marrë leje pa bërë dëgjesën publike. Është bërë, po si është bërë, kërkojmë na. Tash Bashkia Shkodër në një rast më thotë, jo, është bërë, por ne s'kemi qenë prezent. Po si mund të bëhet një dëgjesë publike pa qenë një jurist i bashkisë që të tregojnë se si u vepru në atë mbledhje.
në atë dëgjesë publike, cilat kanë qenë reagimet e njerëzve. Nëse aty duhet, po të kishte fshatar, do të kishin kanë edhe reagimet të kundërta. Pra nuk është bërë dëgjesa publike. Pra, këta thonë që nuk është bërë, po faktikisht është bërë. Këta thonë që e dim që është bërë, po ne s'kemi qenë. Atëherë, si mund të marrësh një leje të një dëgjesë publike ti, ose një leje ndërtimi pa vetë dëgjesën publike. Këto ishin edhe ato që ne kena sot për të thënë këto. Faleminderit. Atë mra pas gëllë. Bravo! Bravo! Si pse të mori policia? Ja po të misja me ne. Poshtë hajdutat! Poshtë hajdutat! Dona kryetarin takim. Poshtë